Gjatë vitit 2025, Sigal Insurance Group pagoi mbi 50 milion euro dëm shpërblime në rajonin Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut. Në këtë rajon, grupi operon përmes 8 kompanish të ndryshme. Industria e sigurimeve në 3 shtetet pagoi gjithsej rreth 300 milion euro për sigurimet jetë dhe jo jetë. Kjo tregon se Sigal paguan 1 në çdo 6 euro të dëmeve të paguara nga industria e sigurimeve në rajon, sipas të dhënave zyrtare të autoriteteve mbikëqyrëse në secilin prej 3 shteteve. Grupi dëshmoi dhe një prirje pozitive, një përqindje të lartë të sigurimeve vullnetare. Mbi 55% e tregut në Kosovë, rreth 50% në Shqipëri dhe një raport të ngjashëm në Maqedoninë e Veriut në Sigal janë sigurime vullnetare. Kjo tregon se Sigal ka diversifikuar ofertën e saj dhe është plotësisht e krahasueshme me kompanitë më të mëdha ndërkombëtare. Vetëm për dëmet në pronë, Sigal pagoi mbi 7 milion euro në rajon, ndërsa për dëmet në sigurimet e jetës u paguan rreth 6 milion euro. Në të 3 shtetet filozofia e punës mbetet e njëjtë. Dëmshpërblimi paguhet korrekt dhe shpejt, në përputhje me kontratat dhe ligjet në fuqi. Koha mesatare e pritjes për dëmshpërblim është vetëm 14 ditë pas dorëzimit të dokumentacionit të plotë dhe të rregullt. Në rajon nuk ka patur asnjë ankesë për mosnjohje të dëmeve, duke dëshmuar angazhimin e kompanisë për besueshmëri, transparencë dhe mbështetje reale të klientëve. Sigal për vitin 2026 synon strategjikisht më shumë kombinime të produkteve vullnetare të sigurimeve, më shumë akses digital të produkteve të sigurimeve dhe më shumë lehtësira financiare të mënyrat e pagesave në mënyrë që zgjerimi i klientelës në rajon të vijojë me të njëjtat ritme.